Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Jemi në fillim pranvere dhe ky është sezoni më i bukur jo vetëm për të soditur natyrën, por edhe për të mbledhur disa bimë mjekësore të veçanta që janë me shumë vlera për shëndetin. Kjo që po shikoni është lulja e hudhrës së egër. Në fakt, nuk përdoret lulja, por përdoret gonxhia. Gonxhia si dhe gjethet e njoma të freskëta, sidomos në këtë sezon, nga fundi i shkurtit deri në fillim të majit. Mund ta përdorni në çdo recetë që gatuani në shtëpinë tuaj dhe përdorni hudhrën e zakonshme. Kurse kjo barishtja këtu, maja e barishtes më saktë bashkë me lulet, quhet hithra e vdekur. Si bimë bën pjesë në familjen e hithrave, por në ndryshim nga hithra normale që ne njohim, që sapo e prek të djeg, kjo nuk të djeg. Për këtë arsye ka marrë edhe emrin hithra e vdekur. Është një antihistamin, shumë e mirë për sezonin kur ka alergji, për kollitjen, për të shtitjen. Nëse mblidhni mjaftueshëm dhe i thani, mund t'i bëni çaj në çdo kohë që ju duhet. Midis hithrës së vdekur kemi gjetur gjithashtu edhe barishten ngjitse, ose sticky weed, siç i thonë anglisht. Është shumë e mirë për detox. Lule delia e gjeni gjithandej, lulëzon nga marsi deri në tetor. Zakonisht përdoret lulja, i mbledhim, i thajmë dhe i përdorim për të përgatitur çaj. Kjo lule këshillohet të përdoret për sëmundje të ndryshme të mushklive, si dhe pezmatimin e rrugëve të frymarrjes. Një ecje në natyrë jo vetëm që të relakson dhe të nxjerr surpriza të bukura, por njëkohësisht të bën që të njohësh sa më shumë nga bimët mjekësore. Dhe sa më ngushtë lidhemi me natyrën, aq më shumë mësojmë edhe për këto bimë. Kjo është radhiqja për mua, mbretëresha e bimëve mjekësore. Qëndron në një kërcell dhe kur ta kpusim, po ta shikoni, kërcelli brenda është bosh. Po ua tregojmë edhe më nga afër që mos ta ngatëroni me lulet e tjera që ngjajnë me të. Kjo është gjethja e radhiqjes që shtrihet rreth lules si kuror, kurse kjo këtu është një gonxhe që sapo ka filluar të hapet. Nga kjo bimë përdoret lulja, gjethja dhe rënja. Kjo që po shikoni tani është kulumbria, e mbushur plot me lule. Dhe lulet e tyre në fakt kanë goxha vlera. Nëse keni mundësi t'i gjeni dhe t'i mblidhni, mund t'i thani dhe t'i përdorni për të bërë çaj. Duke ecur në natyrë, vura re që sapo kishin filluar të dilnin boçet e pishës. Me to mund të bëhet një shurup shumë i shëndetshëm. Lulet e murrizit sapo kanë filluar që të çelin, do presim derisa të mbushen plot dhe t'i mbledhim, kurse këto janë lulet e qershisë së egër. Kur janë në kulmin e tyre të lulëzimit, këto lule mund t'i mblidhni, t'i thani dhe t'i përdorni për të bërë çaj. Përveç aromës, kanë edhe vlera shëndetësore. Mënyra më e mirë për t'i ruajtur dhe për t'i përdorur është t'i thajmë dhe t'i përdorim në çajra të ndryshëm. Tharja e luleve është mirë që të bëhet gjithmonë në një ambient të ngrohtë dhe të errët. Pas tharjes, bimët është mirë që t'i ruajmë gjithmonë në kavanoza qelqi të mbyllur mirë. Mos harroni të vini emrin e bimës si dhe datën kur e keni mbledhur. Kohëzgjatja e përdorimit të këtyre bimëve është zakonisht 9 muaj ose 1 vit. Nëse jeni të interesuar për më tepër informacion për bimët mjekësore, ju lutem më shkruani te komentet. Ju përshëndes.